Jona, statistikat e fundit tregojnë dhe jo të Amerikës, se kryesisht dalin statistikat e Amerikës, gjithandaj se ata bëjnë statistika, besa duket, po në shumë vende të zhvilluara është 1 në 3 gra tani që bëjnë më shumë, ka më shumë të ardhura se meshkujt, dhe po ta shohësh, madje edhe kur flet, unë e kam thënë shpesh edhe kur flas me sipërmarrës, ata janë më të prirur të marrin gra në punë, edhe thonë që gratë janë më të zonja, që ecin përpara dhe gjithandej jemi rrethuar, unë nuk e di tashi, më duket shumë normale kjo që gratë bëjnë lek dhe mund të bëjnë më shumë se burrat. Historia e dytë në fakt nuk i ngjan historisë anisës, po jo në atë pikë që burri nuk punon. Por është prapë një histori shumë interesante për tu trajtuar. Një grua inxhiniere për 25 vitesh mban familjen, bën 3-4 punë, nuk e di me projekte me gjëra, kanë fëmijë, dërton shtëpi, blen makina, rrit kalamajt. Bashkëshorti punon, ka një punë 9-5 dhe nuk kontribon fare në familje. Pra siç e merr rrogën, e mban vetë. Ndërkohë çdo gjë tjetër brenda sa hapet dera e shtëpisë, gjithçka tjetër, Ylka thotë që është e investuar vetëm nga të ardhurat e saj. Ylka? Përshëndetje. Okej, Ylka, si ndodhi që ai nuk kontriboi fare, pra e mbajti rrogën dhe ti papritur e gjete veten duke paguar gjithçka. Kur ndodhi kjo? Si ndodhi? Që në krye të herës, që në fillim fare, sepse më vonë unë e kuptova që ashtu ishte mësuar dhe në familjen e vet. Pra, nuk ekzistonte në familjen e vet kjo gjëja që merret rroga e bashortis, ulet në datën 1, 2, 3 kur merret rroga dhe thuhet që kaq kam marrë unë, kaq kam marrë ti, pra nuk diskutohej, nuk e kam parë kur të diskutohej. Ndërkohë në shtëpinë time ishte totalisht ashtu si u rrita unë, paktën totalisht krejt e kundërta. Kaloi 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, pastaj filloi të më duk normale. Okej. Edhe në familjen time nuk ka qenë ky muhabeti. Datën 1 ndalim rrogat, nuk ka qenë. Por ishte diçka natyrale që ti e nënkupton, që ndoshta në datën 3 nuk e sjell rrogën, por që shpenzon ca gjëra. Pra kur i thua shko bli pak pampersit e fëmijës, ai do të shkojë me lekët e veta. Iki me pushime. Dali, nuk është kjo investimi në familje për mendimin tim. Okej. Si e kupton ti? Investimi për mua në familje është ti je një çift relativisht i ri ose i ri, je pa shtëpi, je pa, pra nuk e asgjë nga këto gjërat, nga këto që niset jeta. Dhe diskutohet si do ta gjejmë, si do ta bëjmë në pjesën e shtëpisë, si do ta marrim ne të dy shtëpinë. Do ta marr vetëm unë, do ta marrim të dy, do ta marrësh vetëm ti, unë do punoj këtë, ndërkohë ti do bësh atë. Jo, unë shtëpinë e kam bler thjesht dhe vetëm, në kuptimin të parë të fjalës. A e bët ju muhabeti që do bëni me shtëpinë, apo e bëre fakt të kryer ti? Nuk kam, kur të kem do t'jap. Donte ai të merrje shtëpi apo këmbgule ti ta blije? Nuk e diskutoja fare që do jetoja me qira. Këtë gjë e kisha totalisht ndarë me veten time. Nuk e diskutoja me apo pa atë, unë do ta merrja shtëpinë se s'bën. Edhe mbas u torturova për te nga ç'duhet, por ama ishte një pak që unë nuk e ndaja nuk bëj fjalë fare që ta diskutoja po ose jo. Okej, kështu që ai të thatë unë s'kam lek, po deshe merre. Po, kur të kem do t'jap. Unë këto kam. Dhe kopshi fëmijës në vitet e para, kur të kem do t'jap. Po çfarë data është? A e di çfarë data është? Po kur ti kem, unë nuk i tham për momentin. Kur ti kem do t'jap. Më fal, pyetje, sa është diferenca e rrogës domethënë sa herë më shumë paguhesh ti? Të paktën 2 herë gjysmë. Atëherë, edhe për të kuptuar edhe një gjë. Bashkëshorti ç'a lloj pagese ka? Është mesatare apo është mbi mesatare? Normale quaj unë tash që është 100.000 lekë në muaj? Është mbi normalen pak. Është mbi normalen. Po. As kopshti nuk e kontribon as te kopshti as te Jo, atëherë jo. Po kur thotë që nuk ka, ku i ka lekët? Pyetje. Je interesuar ti se ku i çon lekët? Fillimisht ti kontribonte për familjen e vet dhe pastaj ju bë mësoj zaves dhe nuk më duk, shiko. E kam bërë bisedë, e kam bërë mësoj zaves debat herët e para, periudhën e parë. Pastaj nuk më duk arsye dhe e kuptova që 2 rrugë ishin, ose do bëja sherr pafund dhe fëmia im do rritej në sherr, gjë që unë nuk e doja, se nuk jam mësuar ashtu. Ose do divorcohesha ose do i vija krahët shtëpisë dhe zgjodha të fundit. Se duhet jem shumë e qartë me kontributin. As pazari nuk e bën ai, as dritat as ujin, as gjë?
Vetëm dritat edhe Dalin, pagesa të papërfillshme që mua edhe po t'i bëj vetë nuk më prishin punë, po, ama tek ajo që quhet thelbi shtëpis, jo. Nuk po diskutoj kafe në mëngjesi që ta pagoj unë apo të pagoj ai, kupton, nuk diskutohet kjo. Ama thelbi shtëpis, ajo që mban kolona e shtëpisë, ajo që bie gjëja që mban shtëpinë, dhe ti thua në darkë, po unë jam okay dhe unë po i rris mirë fëmijët e mi, jo. Ai është ambicios në punë. Inteligencë profesionale, domethënë mendoj që e ka më lart se unë, ama mënyrën e thonjza të kërkuarit të gjës e ka nuk kërkon, nuk di të kërkoj, nuk di ta gjej, nuk mendoj që do eci më lart. Vetëm po krijova unë front pune që të punojmë të dy. Yllka je dyta në tua e parë duke lavdëruar burrin, është më i mençur se unë, më i zoti se unë, fiksimi jon ti themi sa të mençur jemi, e ti e mençur shpirt. Je shumë e mençur ti që ja del edhe nuk në shumë gjëra, se kemi fiksim e shumë inteligjenca profesionale. Po pra ja, inteligjenca profesionale të vihet në veprim që ai të gjeneronte më shumë. Po këtu nuk është rasti, ai mund të gjeneronte edhe më shumë, po këtu është një çështje tjetër që më bëri përshtypje. Përveç se ti punon 4 punë, ke bler shtëpinë, ke mobiluar shtëpinë, mban pazaret, gjërat i mban ti. Thua që vjen në shtëpi dhe gatuan, edhe kujdesesh dhe mban shtëpinë apo jo? Fëmijët e mi s'kan rënë absolutisht fëmijët e mi nuk e kanë ide domethënë të hash jashtë. Kur? Po, han mirë dhe madje një herë që ti s'ke bër drek për fëmijët, se ke qenë shumë e zënë, ai të ka thënë që çfarë të ka thënë ai? Më shumë se sa e zënë e lodhur. Po, ishte e lodhur, okay. Ai të ka thënë i le fëmijët pa ngrënë diçka e tillë? Po, fëmijët mirë di do han? Si po la pare dhe unë grita bëra. Po sepse unë gatova, bëra drekën, po nuk bëra darkën. Pra, kur them gatuar, e kam fjalën gatim, domethënë të vesh diganin në zjarr, jo gatim të bësh të vendosësh tavolinë bukë, djallë, vaj, gjallë, domate, patate. Jo gatim si puna ime. Po. Qartë, e kuptova. Gatim, të më thënë të vesh diganin, të nxjerrë makaronat me kim, pa kim. Po pastrimin e shtëpisë, lavatriçën e këto hekurin kush e bën? Unë. Bëdhe hekuri dhe lavatriçe, punon dhe 4 punë, si edhe lek në shtëpi, mban edhe fëmijët edhe ju ushqen. Dhe absolutisht asnjëherë nuk kam menduar që të gjeja një zgjidhje tjetër në jetën time. Po këtu do të kalojmë pas pak. Unë dua vetëm të sqaroj njerëzit si është situata jote, sepse është shumë e rëndësishme dhe kjo pjesa që ti ke dashur ti ke bërë dhe me vetdije këto zgjedhje. Dhe një gjë tjetër që thua është që në një moment kur ti nga rrëfimi yt ke bërë kaq shumë gjëra, ai të thotë ke bërë detyrën. Kur ti e ballafaquar apo jo? Po, ke bërë detyrën, kështu janë normale, kjo është sjellja normale e nëne familjare. Pra kur ti e ke ballafaquar i ke thënë që më ke borxhe. Më ke borxhe sepse unë po kontribuoj kaq shumë, ai ka thënë ke bërë detyrën. Nuk i them borxhe monetare, borxh njerëzor, se borxh monetare e ka mbyllur pjesën borxhe monetare me vete. E kuptoj. Tani, un kam një pyetje. Ju si jeni njohur me dashuri? Unë akoma e dua shumë. Edhe jeni njohur me dashuri të dy. Po, e di që dhe ai më do shumë. Po kam një përshtypje, domethënë çka kuptoj unë pas kaq viteve, e ndjej që është më shumë e ka traumë familjare, të cilën ai nuk ishte aq i zoti me veten e vet sa ta mposhte gjatë jetës. Ose unë nuk isha aq e zonja që ta mësoja me mënyrën time të të jetuarit. Çfarë është traumë që të sjellësh lekët në shtëpi se kuptoj? Çfarë quhen traumë? Jo traumë, kështu është mësuar. Kam përshtypje, kështu është mësuar, nuk di të bëj ndryshe. Por edhe nuk di sipas teje që ta njohi kontributin tënd. A e njeh kontributin, sa ai të thotë e njeh, po nuk di ta shpreh. Nuk e shpreh. Kur ai thot ti ke bërë detyrën, mos të duket pak sikur se ka kuptuar shumë që ti ke kontribuar, pra sepse her pas here në atë çfarë rëfen ti, edhe në atë çfarë lexoj unë, është dhe një dëshira jote për t'i bërë gjëra dhe për ta lënë atë jashtë. Pra, si duhet je mësuar pa atë dhe e merr gjën kontroll. Po jam mësuar, po, nuk e konceptoj fare unë një gjë që të them Dalina merre bëje se është detyra jote. Jo, ngrihem e bëj dhe mbaroj kaq. Them po çan në lloj, pse të përtoj, jo, kjo është detyra ime dhe duhet ta bëj. Çfarë është detyra burrit tënd tani sipas teje? Nuk e di. Nuk shoh e kam lënë, nuk merrem me këtë pjesë, në kuptimin e parë të fjalës. E kupton, e kam quajtur të mirëqenie dhe kaq, nuk merrem më. Kam një pyetje. Çfarë benefite shketi nga bashkëshorti yt për momentin në martesë? Në qoftë se ai financiarisht nuk kontribon, po benefit janë benefit shpirtëror, benefit si prind, benefit
Se okay, punët i bë ke ti. Ai lekët i mban dhe nuk jep në shtëpi, pra vetëm pare të vogla fare. Kështu që se që e dua shumë, po nuk e kuptoj se çfarë. Po jo, po ta bëj pyetjen jo pangas, po ta bëj pyetje vërtet, se mund të ketë gjëra që ai merret me fëmijët shumë. Dua dhe vetë të kuptoj që dinamikën e marrëdhënies suaj. Merr me fëmijët, merr ty mes natës, nuk e di, kërceni në terrac, në dritën e hënës, I don't know. Ç'a benefitesh? Merret ai me pushime, të bën ty të ndihesh një e bukur edhe kur vjen e lodhur. Nuk e di ç'a benefite shpirtërore dhe të tjera fizike, materiale po e heqim. Kjo merr ti në marrëdhënie sot. Ja të them një episod. Në makinë duke kthyer nga puna dhe unë i them sa ditë ke, sa kohë ke pa më thënë të dua. Pse do të them sa ti e di që unë të dua? Jo, ti e di, pa artikuluar prapë, kupton, pa artikuluar këto 5 gërma. Po mi unë kam nevojë që ta thuash, sepse kam nevojë që ta thuash. Po ti e di pse duhet merremi non-stop me të njëjtën bisedë. Dhe e quajti mos më lodh kokën me të tilla biseda, kupton se ti e di që unë ti e di, kaq. Ti e di. Po me fëmijët merret? Merret me djalin dark, që jo bën në detyrë ndonjë gjë. Kurse me të voglën shumë pak se merrem unë me tuaje, lajesh, plaje, sistemoje, të gjitha më radh. Jona, kjo është nga ato raste që mua më duket sikur, s'po e them atë shprehjen pak banale, sikur e ka ngrënë që në fillim. E ka ngrënë me vedije që në fillim. Jo, po se them thua se Nëse unë në kanalin tim jam, po mund të the. Bëj çfarë të dua siç është ai shpreha, por që sikur e ka ngrënë që në fillim këtë situatë dhe me vedije të plot. Po, për të mos ju referuar traumë, një herë asaj që partneri ka sot prezente, se nuk është traumë, është një sjellje e mësuar. Dhe pastaj çfarë e ka vijuar është vetë pranimi që i ka bërë Yllka partnerit, pra e ka pranuar, e ka marrë mërqen që ai e ka këtë lloj sjellje dhe ja ka krijuar gjithë atmosferën që ta zhvillon. Nuk e ka vënë përpara. Po, kjo është shumë e vërtetë. Po. Me shpatulla pas murit, që të, siç e them më herët, në rasti i parë që të çojmë me deklarata, çfarë bëj unë, çfarë bën ti. Çfarë kontributi japim të dy bashkë. Jo, ai thotë ke bërë detyrën, ai se kupton se duke kur ti e bën e heshti detyrën, gjërat e tua aty duke shumë të lehta ose gati nuk i shef, sepse se ka lënë kjo ti shohi. Dhe kjo nuk lodhet aty, nuk ankohet, pra vdiqja, uçmënda, mundimota ngre këtë kovën. Kjo rrezik edhe shtëpinë ka ndërtuar vetë, është fut vetë, ai ka ndenjur. Si ka qenë dita parë kur u zhvillua kjo sjellje, domethënë kur ti e kuptove që ky person që ka individual në ekonomi. Unë kam kuptuar që në fillim që probleme ekonomike në martesë do kem. Që po thoj se kur kemi qenë të lidhur, dhe madje mbaj mend edhe tani momenti kur unë i kam thënë vetes ti tani do i vësh shpatullat jetës tënde, se nuk është ky një problem që ty do të kushtoj marrëdhënien apo jetën. Nuk më duk vesë nga ato veset e kumarit, në lëndë narkotike, dhe më duk një gjë që unë mund të arrija ta bëja dhe kaq, ula kokën dhe bëra, ula kokën kuptimin e mirë të fjalës. Kjo kuptojmë sa të dëmshëm kulturalisht jemi. Po edhe unë e kam menduar këtë. Kjo lloj logjike që s'është një gjë dëm i madh, po si bixhozi si ato. Gjithmonë e bëjmë krahasimin me ekstremet. Nëse nuk i ka këto, është në rregull. Po, pse ndodh kjo e çuditshme? Si bëjmë direkt tek ekstremet? Është dëm që ne kemi të mësuar, siç ai ka mësuar të mos kontribuojnë në familje. Edhe ne kemi të mësuar se duket gjithë shoqërisht që të pranojmë ca sjellje. Një gjë që më bëri përshtypje Jona, që nuk e tha Yllka këtu, po e ka thënë në histori, thotë, unë nuk e kam thirrur atë as të mundimosh edhe kur i kam pasur fëmijët smur. Mua më duket po mos është dhe kjo një pjesë e identitetit të saj për të qenë ajo që i bën të tëra. Që është shumë e vështirë kjo se sa. Jo, e kam thënë në këtë mënyrë. Pra jam kujdesur në aq fort dhe me aq përkushtim për fëmijët, sa fëmijët e mi po thoj se kur nuk ka shkuar në spital natën. Pra, ai nuk është ngrit asnjëherë natën të thotë prit se kjo goca ka filan hall. Nuk i ka i pas një makinës. Po, pak a shumë të njëjtën po themi që është, domethënë, edhe në këto raste të vështira ai nuk është ngrit natë të ketë të merak sepse ti e ke kamufluar, e ke ashtu merakun aty, e ke kamufluar, po e ke penguar, e ke fikse e ka penguar. E ka penguar të jetë burr. Më fal që po ta them, më pëlqeu që tha Jona, e ka penguar të jetë burr, e ke penguar.
parapria është e pengon. Pra edhe paraprisje të pengosh, pra i ke vënë një pengesë sepse që kur të vit ai njeriu që të kaloj apo ushtari apo ku e di unë, s'kalon dot, është pengesa. Kështu që edhe kjo është e njëjta gjë, por më pëlqeu si e tha Jona. E mendon ti? Ndoshta. Po ndonjëherë janë ato cilësitë tona personale që na bëjnë dalim te kjo sjellje. Pra fakti që ti e ke penguar që ai të jetë ai personi, burri që rregullon, burri që ndihmon, burri që suporton kur ti ke nevojë, ka ardhur si pasojë e faktit që ti e ke si thua një nevojë për të bërë gjërat vet, për të pasur në kontroll. Dhe kjo e kjo është vërtet që unë gjërat i dua t'i kem në kontroll, po është vërtet kjo. Dhe i bën të gjitha ti. Unë gjërat dua t'i kem në kontroll. Pra sa do të pyesja unë, kështu edhe në punë, pra duhet patjetër të kalojnë tek ty të shohësh ti. Po. Ke qenë ajo që të tjerët iknin nga puna dhe thoje si e marrin rrogën këta dhe unë vazhdoj punoj këtu, edhe të jepnin më shumë ty përgjithësi. As një lloj shansi që unë unë mendoj se kur jetoj për punën. Pa edhe e shijon ai që thotë. Sepse unë dashuroj shumë punën, po. Kam një arsye që kjo ka ardhur se unë dashuroj punën. Unë nuk e bëj punën hajde të bëj 8-4 në tikë të marr një rrogë në plasin madh do vetë të merrem sa në parukeri, sa në ku di unë me shopping sa jo. Për mua është puna e para, pastaj vjen, do të thënë është familja, puna dhe shumë vende bosh e gjithë gjërat e tjera pastaj. Kam një pyetje për ty. Nëse do të ishte një partnere tjetër në vendin tënd, që do ishte më pak dominante në pjesën e punës, pra nuk do ishte personi që punon shumë, merr shumë para, po do ishte një shtëpiake, e cila kujdeset vetëm për shtëpinë. Mendon se do ta kishe sfiduar partnerin tënd për të mos qenë ky person që është sot? Pra do ishte ai që të mbulonte, ai që do ishte pjesë e ekonomisë së shtëpisë. Me aq sa ti e njeh. Ndoshta. E ke provuar ndonjëherë t'ia lësh disa përgjegjësi atij gjatë kësaj rruge gjatë që ju keni martesë? Sot jam smur, nuk mundem të punoj, ose këtë muaj kam këtë nevojë që pres nga ty ta bësh. Mundon kjo gjë në shtëpi, diçka e tillë. Jo, nuk e ke bërë asnjëherë. Jo. Nuk di ta bëj. Prandaj them që ka qenë një kombinim i juaj si çift që ju ka bërë të arrini këtë pikë. Sa ai me sjelljen e mësuar, sa dhe ti me sjelljen për të bërë gjërat vet. Dhe kjo ka sjellë që ai të mos shikojë të nevojshme të japi kontributin e vet. Më bëri përshtypje që në familjen e tij ai është ndihmues, pra ti e suporton. Sepse the pak më herët që pjesë e pagës së tij. Tani që po thotë unë e kam kuptuar që prindi vet, në momentin që më thotë, po ta them në mënyrë figurative, e vinte me shpatulla pas muri, e detyroi ta gjante zgjidhjen për atë çfarë i kërkoi. Unë nuk e kam vënë asnjëherë me shpatulla pas muri dhe unë e kuptoj që këtu është gabimi. Ama unë nuk mundot vetëm me partnerin, mundot me gjithë njerëzit kjo pjesë. Dhe mendoj që e kam pak problem personal këtë pjesë. E kam vetë puna, e kam pak vetë fëmijët, e kam vetë shoqëria. Psikologjikisht, emocionalisht, ka bërë që të lodhesh ndonjëherë ose nuk e di në shtëpi tani se jo shumë angazhim ky. Shumë e lodhur, sa ndonjëherë i them edhe beton, domethënë jam në pikën e thyerjes i themi ne me profesionin ton. Çfarë po ndodh me ty? Që je në pikën e thyerjes, çfarë ndryshimi? Unë për shembull të paktën kam nevojë vetëm për momentin, kam nevojë thjesht dhe vetëm për fjalën. Sepse vi ka një moment që ti ke nevojë të vlerësohesh për atë që bën, që ke bërë gjithkohën. Mos të merret i mirëqen. Pse pikërisht në këtë moment doli kjo nevojë për të marrë vlerësim nga partneri ose nga kushdo? Tani diem shumë e lodhur. Jo, nuk e dua vetëm nga partneri, e dua edhe nga fëmia, e dua edhe nga prindi. Në këtë moment çfarë ka më shumë rëndësi për ty? Një prioritet, le themi, që vetja jote me këtë vetdije që ti po arrin, apo është marrëdhënia, është puna? Nëse unë kam vlerësimin, nuk do ndihesh e lodhur nga puna. Më mungon vlerësimi, më mungon ideja që të do një faleminderit. Po. Ndonjëherë më duket sikur kanë harruar që janë femër. Ka rasti jote është një rast shumë tipike, shumë grave të forta që mbajnë shumë. Të jemi sinqert. Shumë tipik. Dhe vendosin mos flasin, ti bëjnë gjërat në heshtje. Njerëzit e formë mbajnë dhe shumë. E kanë edhe tabelën e qitjes më të madhe. Edhe padashje, nga që nuk kanë kohen, nuk tregojnë, ti ndoshta edhe si tregon ditën tënde bashkëshortit, kështu që çdo gjë duket shumë e lehtë për ta, në qoftë se ai është trirë për shef një film për shembull rreth
rreth ti janë organizuar shumë gjëra, se me 2 telefonata ti ke zgjidhur një punë, ke zgjidhur një urgjencë familjare, ke zgjidhur një gjë tjetër, pra je self-sufficient dhe bën shumë gjëra njëkohësisht, që është tipike edhe njerëzit të zotët. Kështu që të gjitha këto, kur bëhen në eshtje, bëjnë kështu tamam si ato, kështu si ato flutra në balet, janë ca kështu që dalin kur shef to Arthysin që kalojnë kështu si, edhe ti kështu let fare kështu në majtë të gishtave që operon në gjithë ditën tënde të përditshme. Dhe keqardhja është që vjen një moment që ti kërkon vlerësim dhe mirënjohje. Por ai thot për çfarë? Unë s'të them të dua, po të dua. Pra për çfarë? Ti kërkon mirënjohjen që punon dhe bën punën që do? Ti kërkon mirënjohjen që kujdesesh për kalamajt e tu? Pra për çfarë? Sepse kjo e ha shumë njeriu që punon edhe nuk flet, do atë mirënjohjen, por ajo mirënjohja, ajo mirënjohja ndoshta është mirë që mos ta doj edhe mos ta pres. Si thoshte babi im, hidhe të mirën në det edhe lëre. Pra është mirë që mos ta pres nga tjetri, po të thot pse unë kërkoj mirënjohje dhe çfarë duhet bëjmë që mos vi në këtë moment, të mos vi te kjo pjesë. Sepse kjo është një vujtje që është e vazhdueshme, jo vetëm në familje, është dhe në punë. Ti sheh njerëz që bëjnë shumë më pak se ty, edhe ngrihen shumë më tepër se ty. Sheh njerëz hileqar kur ti je duke punuar me drejtën tënde. Kështu që kjo është gjithandej. Dhe bashkëshorti yt nuk është vetëm një skem familjare, është një skem jetësore e njerëzve të cilët i bëjnë gjërat vet dhe nuk dihen dhe kanë ndjenja faji dhe kanë një lloj ndjesie idiote, më fal që e quaj, se fuze veten, heroike për të treguar që i bëjnë të gjitha. Ja që unë arri, e bëra vet, nuk ka problem. Por nuk i bën dot të gjitha gjithmonë. Nuk bëhen. Është kur bëra një operacion dhe më thoshte doktori, ti hyn tek njerëzit e rrezikshëm. Se janë njerëzit e fortë, që njerëzit e forta kanë një tendencë ta rikuperojnë shumë shpejt dhe gëzohen edhe bëjnë 2 fishin e përpjekjeve që s'duhet bëjnë gjatë periudhës së rikuperimit dhe shkatrojnë prap trupin. Hapin plagët, kjo ndodh njerëzve të forta sepse marrin e bëj dhe këtë e bëj. Jo, thot, çdo gjë ka kohën e vet. Dhe është një moment që ty ndoshta po të vjen, je 45 vjeç, që ka një moment që duhet të vësh boundaries. Duhet të vësh kufi. Unë këtu gjithmonë them dhe vazhdoj e them, edhe pse jam vetë divorcuar, unë jam për zgjidhje. Jam që njerëzit të provojnë zgjidhje. Por ka një moment për këtë kufin që vendosen, dhe kjo kufi e parë që të mbrosh ti trurin tënd, që mos arish në këtë moment dua vlerësim. Nuk ka nevojë të presësh vlerësimin. Ke thënë një gjë të interesante, këtu thua, nuk doja që vajza ime të bënte këtë gjë që bëra unë. Po vajza jote po të shet ty. Ti je modeli që sheh vajza jote, jo ajo që ti mendon. Me fjalë nuk është, je model. Nga një anë je model shumë i mirë, se je model i punës dhe i vet self-sufficient, pra e mban veten, po nga ana tjetër ja i model i një gruaje që i bën të gjitha vet. Dhe kjo është një frikë që kemi gjithë si prindër për shkakun, dhe unë tash që jetoj vetëm që do më vi keq që goca ime të lodhet. Ka dhe shumë gjëra të bukura kjo gjëja jonë, që dashurojmë punën. Është fat të duash punën. Është fat të kesh fuqi dhe të kesh shëndetin të bësh gjëra. Është fat shumë i madh. Është fat, edhe është bekim dhe blessings. Do shta këto janë falënderimi që duhet bëjmë ne. Për gjitha këto gjëra, sepse në çmendurinë tonë që duam punën tonë, ku ta gjejmë që harxojmë kohë duke u marrë jemi në këtë gjë dhe nuk jemi larg qoftë në Iran apo diku në mes të luftës. Apo të shtypur nga një burr apo nga një familje, apo me zakone, apo në një lloj kanuni të çuditshëm. Kështu që është fat. Por duhet vëm limite, apo jo Jona? Është ajo pjesa që thon, pse këto gratë marrin këto burra që përgëdhelen shumë dhe viktimizohen? Po pra se hiqen të dobta, dhe pse gratë e forta s'kan shumë fat? Sepse e bëj shumë të lehtë gjën. Ishte shumë e bukur se Yllka fitoi vetdije, tha edhe vetë që mund të jetë gabimi im që e kam toleruar për kaq shumë kohësh, edhe nga ana tjetër ti që ja bëre më të qartë rrugën se si duhet vepron. Duke thënë që vendos kufin, bëu do ti e dobët praktikisht ndonjëherë. Po, vulnerabël është gjë shumë e bukur, është e vështirë për të bërë, po bëu vulnerabël, bëu e dobët. E para njëherë duhet heq atë gëzimin e fshet që ka jo, ka mund. Patjetër jo, se ti si e akoma si e martuar, po patjetër që duhet ta kesh sepse ti je shumë profesioniste dhe je shumë e dhëmbas punës, por ndonjëherë është i gëzim që i vogël
që kemi ne që sikur do marrim medalje në fund të ditës. Sikur do jam njëri medalje, asnjë s'e medalje. Apo sikur do kemi në varr një medalje, kjo grua ka punuar, aty është thjesht emri Dalina Busi, ditëlindja, viti, miropafshim, nguri dhe hec. Edhe fëmia mund ta kuptojë vetëm mbasi të bërë prindë dhe mbasi të kaluar moshë vetëm. Fëmia deri në një pikë, sa vjeç ke fëmijë ti? Djalin e kam 15, gocën e kam 8. E po mirë, njëra ka kaluar adoleshencën, se ka një moment adoleshencë që edhe pse ta njohë që ti punon, të me thënë ti maksimalisht shfrytëzohesh sepse të marrin ty, sepse të shohin ty si burimin e ti e hap për çdo gjë dhe natyrisht ato tek ty do vinë. Ajo ka nevojë të vitë ty, fëmia. Absolutisht, ti s'po të thuash fëmijës. Dhe ti nuk i thua do dhe për shumë gjëra shko te babi se e di që nuk do të as zgjidhi. A mund t'i thuash te babi, shko dit me babin, fol diçka, po pjesën më të madhe thua do t'i zgjidhun probleme me shkollën, me gjëra, me detyrë, do të thënë kur e ke ndarë atë gjë. Pra, siç e ka ngrënë kjo në fillim, e han shumë gra. E han sepse thonë bëj, përdesa ndonjëherë ndjen në faj, përdesa unë bëj në punë si mos bëj në familje unë, si mos bëj unë për familjen time, turp i madh, kupton? Përdesa unë merrem edhe mbaj ato punojësit aty e kujdesem i them atyre, nuk e di, do të thënë kujdesem ata mos kujdesem unë. Por kjo gjëja gradualisht tash në moshën e 40-ave gjithmonë e them është shumë e bukur kur fillon njeriu vë kufi, se pastaj filloi shkollën tat pjeta, kupton? Kjo është mosha ku është gjysma tjetër e jetës që ke para për të marrë. E para duhet të heq atë ndjesinë, thash, të ndjesinë të qenit heroin, sikur do marrësh medalje. Nuk e ku t'ja thuash, nuk i duhet njeriu fare, nuk ta njeh njeriu fare. Kështu që edhe kur je lodhur, do jam e lodhur, kur zgatun. Edhe kur do të bëja një gjë, duhet ta bëj. Edhe anko, edhe thuaja. Këtë ditë të them unë deri tash, jona mund të thotë specialiste, unë isha çik më shpirtërore kështu. Puna është, do të këtë që puna është shumë mashtruese, sepse kur ti merr rezultate aty her pas here je gjithmonë e etur për të marrë rezultate të tjera, për të ndjerë rëndësishme. Po edhe njerëzit sfidën e radhës. Edhe njerëzit e tjerë që ti ke të rëndësishëm në jetën tënde, qoftë partneri, fëmia, familja, kur vinë kërkojnë ndihmë, edhe aty prapë merr atë ndjesinë e rëndësisë dhe të duket sikur po përmbushesh, mjaftueshëm për të funksionuar, po vjen një pikë që më të kërkojnë ose të duajnë njerëzit. Të duhet ai personi që ta thotë atë fjalën faleminderit, që ti po e kupton tani, të duhet ajo ndihma kur ti je smur, të duhet një person i cili të thotë do e bëj unë për ty. Por duke qenë se kemi funksionuar, që thash, në këtë nivel pak vetëm profesional dhe jo njerëzor, pra kemi lënë aty në heshtje, këto shfaqen, do apo s'do, do shfaqen. Nëse janë shfaqur tani, është mirë, sepse mund të ishin shfaqur edhe pak më vonë dhe do ishte problem pastaj për ta kapur në kohë edhe për ta ndjerë dhe ti se si është të ndihesh e mbështetur edhe e vlerësuar. Pra mund të jesh akoma në kohë për ta rikuperuar nëse e lejon veten, siç e tham edhe deri tani, të jesh edhe ti personi që kërkon ndihmë. Pra kërkon ndihmë, mos i bëj gjithmonë vet, hiq dorë nga kjo sjellja që nuk është e jotja, thjesht është e mësuar në një moment të jetës dhe ka vazhduar me ty. Më bëra të reflektoj në shumë gjëra, nëse gjëra që the. Falenderoj dhe ki parasysh një gjë që i thash edhe telefonuese së parë. Fillon nga një çik çdo ditë, kupton, ki kujdes nga plasja, se ka një moment që gratë plasin. Dhe pastaj gratë plasin edhe meshkujt që të thonë ti bën detyrat e tua nuk e kuptojmë pse plasin, edhe u vjen atyre si shok. Kështu që të evitosh atë plasin e çuditshme, më mirë nga një çik bë ca ndryshime çdo ditë. Mos u bë dhe ti si shumë të tjera gra budallaqe më parë që i kanë bërë këto plasin në fund, sepse gjërat edhe mund të rregullohen ose ndoshta s'rregullohen. Pra është si në biznesin tënd që ti e di shumë mirë, një çik nga çdo ditë, domethënë, nuk mund t'i lësh, sidomos në biznesin tënd që është i biznes inxhinierie që ka rreziqet e veta që ti lësh gjërat deri në fund edhe pastaj të shpërthejnë vërtet, ata shpërthejnë fizikisht dhe shkaktojnë dëme. Por nga një ndryshim çdo ditë e vetë kontrollon, e rregullon një gjë tjetër, kupton, kalon makina, shef që ka një problem tundet ura më shumë se ç'duhet rregullon urën, kalon diçka, nuk e di çfarë inxhiniere je, po dritat e këto s'po futem në kështu se s'jam inxhiniere, por gjithsesi mendoje kështu, pra, në analogji me profesionin tënd, mos e lë në fund fare të plasë gjëja. Kështu, të falenderoj shumë Yllka. Faleminderit, ju jeni shumë të mira. Faleminderit. Atëherë, po dëgjoja ishte një avokat i njohur, divorcesh, më duket që tha 75% e marrëdhënieve të tilla shkojnë në divorc së fundmi, të këtyre marrëdhënieve. Dhe problemi financiare lidhen me 20 deri në 40% të konflikteve në çift.
çiftet ku gruaja fiton më shumë mund të jenë më të brishta nëse mungon kontributi nga burri dhe kanë rrezik shumë të madh. Histori kanë shkuar shumë gjatë, nuk e dia do ja diskutoja, por shumë e bukur kjo pjesa e identitetit të burrit, edhe i pa burrëri, sidomos kur e theksoi telefonusja e parë. Anisa që tha që se s'është burr, edhe ajo është për të diskutuar, sepse dhe meshkuj në vetvete patjetër që duhet të jenë një vlerë ekonomike, por ndoshta kjo ose bëj rezistencë komplete dhe lëm fare, ose edhe këta kanë presionin e tyre. Por mund të jetë edhe fakti që ne tashmë duhet ta pranojmë që jemi në lidhje moderne, por operojmë me rregulla të asaj tradicionales. Pra ku burri sjell më shumë dhe gruaja është ajo që punon më pak, pra duhet punon si rregull më pak, që burri mos e humbi atë vlerën e vet dhe më pas identitetin. Duke dalë në këtë marrëdhënie moderne, ne tashmë duhet mendojmë se si çfarë do janë rregullat e reja të lojës që do dalin në pa. Dhe kjo mund të vijë me kohën, sepse çiftet do fillojnë të përshtaten, të krijojnë balanca të tjera, dy partnerët në çift do fillojnë të krijojnë një lloj tjetër identiteti që të mundet të qëndrojnë së bashku. Një shumë e madhe çiftesh sot po diskutohet që po jetojnë për convenience ose për pjesën e të qëndruarit në marrëdhënie sepse ju intereson ekonomikisht. Pra janë dy persona që nuk kanë as qëllime të martesës, as të krijimit të familjes, por të jetojnë bashkë sepse është më ekonomikisht e përshtatshme për të dy. Dhe shumë çifte po veprojnë kështu, por kjo dinamika që del këtu në pa, siç po e thoja, mund të vijë sepse çifti po transformohet, po evolon, nuk është më ai që ishte para 20 apo 30 vitesh. Dhe këto janë efektet. Ecin edhe gratë përpara absolutisht. Por këta të dy nuk ishin shembulli atyre që ka shumë i burrave që ndihen inferior. Dhe që i bëjnë gratë ndihen keq. Më bëri dhe mua përshtypje. Dhe nuk ishte, domethënë jam rehat, edhe kjo pjesa nuk është se po bënte mirë, nuk ishte e shëndetshme, po ishin rehat. Po ka shumë burra të cilët japin dhe men. Vjen shtëpi e lodhur, t'jep dhe men, që s'ke bërë mirë punën, që duhet ndrosh këtë nga kolltuku. Pra këto bëhen edhe shumë të bezdisshëm. Absolutisht, to që ndihen që unë ose burra që dalin edhe si thua mburren me pasuritë e grave të tyre. Mburren vetë sikur këtë e kemi bërë bashkë, të nisëm ndërkohë që atë e ka bërë gruaja komplet. Sepse edhe gratë e mbulojnë këtë gjë nga historia, jam mësuar që dihen ato mirë kur e ngren dhe krijon dhe një gënjeshtër. Dhe ndonjëherë kur krijon këtë lloj gënjeshtre, që ose këto janë pronat e mia, ose se këtë e ka bërë gruaja ime, domethënë këtë e kam bërë unë bashkë me gruan, se unë i thash gruas, unë i them, kupton? Ndërkohë që ai kot rri aty drejt zinxhirin ose bën ndonjë transport ku diun, se më kujtua një histori e njërës që ishte me furnitorët, se e përmenda dhe më parë, dhe arriti në të pikë që thoshte, unë ta bëra dyqanin ty, s'po them çfarë profesioni, pa jo ishte realisht talenti në atë profesion duket, edhe unë ta bëra, okay, kontributi ishte, po ai kaloi në ekstrem. Dhe këto jetojnë në një lloj gënjeshtre, pastaj ndërtojnë në gënjeshtër edhe prapë dhe këto plasin keq, pa në çdo lloj rasti çdo gjë që është një gënjeshtër, apo një fshehje, apo një mosvendosje limitesh është të gjitha që plasin, dhe unë e përmend këtë dhe se kam përmendur kur të pjesë kujdes nga plasja, sepse mendoj që ka disa marrëdhënie që mund të rregullohen. Sidomos, unë jam një çik shumë pak komuniste do thëja tek pjesa e lekut, që mund të rregullohen. Nëse ty të konvenon, nuk ka rëndësi, ka burra që do marrin më pak dhe do marrin më pak të rjetën. Sa që mundësi kanë, ose aq i pëlqen të bëjnë atë gjën, e ka më shi dhe kaq është tregu i asaj gjës. Më kupton, edhe shumë normale, këtë s'du ta kemi ne, edhe gratë, pse s'u bëj biznesmen, pse s'u bë milioner, se edhe kjo gjëja është shumë e tmerrshme. Pra presioni i madh, që burr 20 vjeç ai çua do bëhet milioner. Edhe kjo është shumë e madhe. Pra ne duhet kemi një njerëz që ka një motiv të çohet në mëngjes dhe që do të përmirësohet nga gjëja kaq. Këtë të paktën të kërkojmë, ka një motiv dhe që ndan edhe njeh kontributin e vet si prind. Kjo është shumë e rëndësishme të njohësh kontributin tënd si prind dhe si bashkëjetues të një familje. Pra siç thash, 50-50 në divorc, 50-50 dhe gjatë martese. Kjo është e rëndësishme. Po sa ajo bën 3 milion, bravo i qoftë. Kështu i ka qellu fati, puna, talenti, dhe ai s'bën 600.000, 800.000, 1 milion. Kështu e ka dhe ai, nuk ka asnjë lloj problemi. Këtë duhet ta heqim, ne se shpesh kjo burria vlerësimi ka lidhje dhe me kontekstin e kohës ku jetojmë edhe këtë presionin e madh që kanë. Por këto gra nuk donin Louis Vuitton, kjo është e qartë këtu, nuk është çështja e Louis Vuittonëve, nuk është çështja e pushimeve. Këto gra duan që burri të bëj minimumin kontributit, se edhe të marr 1 milion edhe ti çojte familja vet, edhe integriteti më në shtëpi është. Edhe kur ka më pak lek, ai fjalë e shive gruan si grua, mos e shif si burr shtëpia, domethënë si lekët.
Shumë e rëndësishme edhe kjo, prandaj thash atë ka marrë të kërcesh në dritën e hënës ndonjëherë. Është kjo pjesa e romancës, se gratë ka shumë nevojë për shumë gjëra që janë shumë më të rëndësishme se ajo. Ndonjëherë besoj që rrotulla e saj dhe këtyre historive është dhe karakteri, gjërat që bën. Kupton, janë ca gjërat lezetshme që e bëjnë burrin burr. Po të thuash apo detyrën ke bër tash, si mund të eksitoj ky burr? Apo ai burri tjetër që rri. Pra probleme pastaj edhe intimitetit. Tash. Historia e tretë.